Ndryshimet e klimës dhe periudhat e ftohta janë faktor kryesor që ndikojnë negativisht në punët bujqësore, duke krijuar kështu vështirësinë dhe zhvillimet e të mbjellurave. Željko Milić, prodhues bujqësor i zonës, ka treguar se si moti i ftohtë ka pasur ndikim në kultivimin e patateve. Edhe pse koha për kultivimin e patates është e duhur, temperaturat e ulta do të vonojnë procesin e rritjes së bimës. Ndër të tjerash, ai ka treguar edhe procesin e ujitjes së të mbjellurave, duke ndarë edhe disa informacione shtesë sa i përket llojit të plehit për stimulimin e rritjes së bimës. Kjo pranverë ka përfilluar bajag i mirë edhe bukur, se koha në fazën muajin e dytë që duhet me filluan këto probleme, kanë temperatura shumë e volishme, edhe kem vazhdua me gjana të lashta, që janë për çdo vjet gati njëjtën punë që e bëjmë. Kem vunë kërtolla, kem pas jagoda ose lule shtrydhe, si u thonë, të pregadituna për më ardhi fije ma lashtë. Në sera janë kanë lakna të salata e dimnit, ato tash i kem ba të vjelje, kem shirua serat edhe, vinë specie kastraveci që kanë me kanë për problem të pranverës, do me thonë në këta 2 muaj të ardhmë. Por, sot në nate, kem njeh me i temperaturë që nuk është, për mua nuk është reale për këtë kohën e marsit, me 20 mars, me kënë temperatura 3°C, edhe ka ba atë punën e vetë, atë gjederin që jem trem gjithë, besa që prolojmë pak heret për asaj punë, po na jem në bujqësi, jem nesë që na duhet me hinë në rrezik me punë, se edhe me i ba tana gjitha bashk, janë për i probleme, kjo kërtoll që e ka djeg bryma, e ka këthy mrapan mas faktit për 20-25 ditë, vonën, edhe tjetëri problem është që, për shembull, kërtolla që e kem pa shpërda. Ndo që janë kënë fort lashtë, edhe do që janë pak ma të vona, edhe tregu i të kënë i fije majtë shliruam. Po tash me këtë problem, që ndashtë me kënë fort i lashtë, ka mu përpjek me këtë dvonin, edhe tremem që kem me pas problemat të ma vore edhe në treg. Gjederi direkt i kësaj është edhe për pas provojet që e kam vetë në këto vitet, 20 vjetë të funit që merrem me këtë punë, edhe për pa shkencet, 30% ma pak përëllim. I brym, i këthy me kësaj kërtollë në zero prap, për i fillimit do me thonë 30% ma pak përëllimit, edhe përëllimi nuk është gjithë aqë kvalitet. I herë me këthy bryma. Me ba me kënë 2 herë, edhe i herë me kapa e brym, mas 20 ditve, atër besa, atër drua s'ka hesap kush as me i vazhdua ma tej me punuan në atë kërtollë. Po këtë i herë për i herë janë të napret edhe janë të gjanë e njohë si problem që kam në nollë si s'muni ikim. 30% prollim ma pak, blokim tregut se kem marrë gjithë për i herë, edhe që ka me thanë, kurri shpi sigurimit nuk prenon me na sigurua për këto gjana se është aqë rreziku i madh që s'kan hesab me hinë atë punë. Dhe me thanë, veç bujku është gati me hinë këtësoj rrezikut në problem. Vetin e shoh si i soj kockarit, si i soj të rosh fatin. Po, do me thanë, si i soj letra gjie që po hinë letra atër ku bele po fitoj, bele jo. Po bujësia posaçërisht në kohë tërnime këtune klimave që nollin vjetet të funit,
ashtu është edhe duket ka me vazhdua. Na vetë s'kam pas çka prapërisht me ba me më këthyë në muajin januar, unë s'kish me pas çka me tërnua. Nuk është e para herë që i ve ka qëheret, nuk është e para herë që i përslën. Ose i prish kjo brym, por kom pa ba edhe do gjana pregaditje për këtë punë, i kom blua me këtë agril, po në këtë rast as ky s'u ka një mua se kanë temperatura jashtëzakonshme për këtë kohë e ullët për 30 herë natën 6 sati nërhel tuzit kur jom dalë, këshyr temperaturën kanë -3. Sa kom pa temperaturën kom ditë, se kjo rrubë është e zoja me e prua me qua temperaturën 2-3 stepen, 2-3 gradë, edhe me mbrojt pe i brymet. Po bryma bjen pe në 0 deri në 3, është normale për këtë kohë, në temperatura jo nuk kite pas aq problem, po -3 nuk ka muj me dëru edhe, jem jetu ku jem, s'kom dal me anë kua, se s'm ka faj kush që kom hinë këtë punë, po këthej gjegjen pyetjet juve. Dhe sa është klima e përshtatshme për patatet? Po kjo deri në 5 gradë plus i duron, nuk e ka problem. Në 3 gradë bjen bryma, plus 3 bjen bryma, ajo e prish. Po, u thaq, on kënë jashtëzakonshme si mjetë se na jem në brek liqenit edhe gjithmonë jem bazua pas peshkut. Peshku me 15 mars natyra janë që guzon me dalë, si me thënë, me ushumua. Me 20 mars, me kënë temperatura, edhe natyrën e ka traltua kjo kohë, se kërtolla që s'on kanë e blume, ajo naturisht, po ajo ardhë momenti me bi, nuk ka vi me bi, por e ka prevarit edhe natyren, e jo mua, që merrem me këtë punë, e mëno me marrë i fje ma heret, edhe e ka ban kërtollën me bi, që edhe mua ma duk qutë sa shpejt, gati iso janë kënë si këto që janë kënë blume, që ja kom qutë temperaturën, si këto që janë kënë jashtë, gati iso i kanë pa bi, pak kanë i 4-5 ditë janë kënë më të lashtë këto, po jetujem ku jem. Po sa i përket tokës, a ka qenë nevojshme ta përmirësoni tokën para mbjelljes? Pa u thaq, on kanë koha aq e mirë, e bukur për këto punë që i kem punu deri sot që on kanë një sezon shumë perspektiv edhe kem prit sukses për i kësaj punë. Po ka nollë, thonë edhe i dita a 2 e kështu ka me kënë kjo temperaturë, po me keqja natë, për pas prognozave që është on kanë pram ose sot natë e ka një kjo aku. Tash na tokën e kem pregadit, unë thaq edhe me u këthyë tash mrapan. Me më thanë, jetu ke gabua, jeta mos e ban, më duket se njajtin gabim kish me ban si që kom ban të sot, për këtë gjënë, po nuk e shoh as vetin se kom ban gabim, se kërtolla nuk të na, në mëllësi nuk mund vehet aq heret, në këtë fushën e tash tjetëra mali. Mali është pak ma i frest edhe kur kësen temperatura në 30 gradë, kë nuk mund prolohet të na. Na mujmë ose marrë ekstrem heret që me kap e 2 muaj të klimës që i konvenon kësaj, ose për me hi vonë në prolim është gati e pa mujtën për me pas sukses. Po sa i përket plehrave, çfarë lloj plehrash përdorni për të stimuluar rritjen e mbjelljes? Plehnat janë përdorë për vjet këshyrim me vazhdua me në sen të ri. Plehin që i blejt është 2 vjet, është tipit Agromaster, është ma i shtrejt se kjo 22 evra, është thesi
25 kilesh, është ma i shtrejtja me 30-40% se për shembull kjo plehi klasik që e kem përdorur deri tash. Kjo është i pleh që kënihet ma ka dalë. Është shumë i mirë për prollim të kërtollës, se kërtolla vetë herët. Kur ka shumë shiena, pranvera e la këtë plehin që e kem përdorur deri tash. Kjo është i goditur mu çkni. Ma ka dalë edhe kom pas sukses në gjana në drejtim, edhe e kom tërnuar, plehe edhe më ka zua shumë i mirë. Këto tjera dhe që në kënë tash në fazë, se anda me të shtua, për shembull uren, me rrit kërtollën, me rrit si në latë, me ma të fort, ma vonë atër një fazë kinarë do plehna që janë për me rrit kokrën e ashtu. Në me hanë fazë. Kjo fazë e parë në kënë, po thëmë, shumë me sukseshme deri sot nate. Po, besoj që, besoj, po edhe i sigurt se kjo ka mu përtri problemin që ka, kem me pas janë ato dy probleme. Prollim ma pak, edhe kem marrë tanë bashkë në treg një kohë që ka me kënë shumë shtirë me ishit, po tash kur nëllë diqa, atër rruga ka bëllë, por po thëmë edhe herë, nuk e shoh vetin se këm gabuar në këtë punë deri tash. Klima ka matë vetën, koha ka matë vetën, na jem bo që me ma luftë me prolua diçka që ka me vije, që ka me haxhua të regue, që ka me tha. Po sa i përket ujitjes, si jeni duke menaxhuar, keni ndonjë ide apo ndonjë rast specifik dhe cila është mënyra më e duhur për të ujitur bimen apo atë që keni mbjellur? Po tashuma kom të montuam sistemin pik kaj pik. Në kërtolla përdori tash një 10 vjetë. Për parën e kom përdor është imitim shinjut, mikrogjeta, u thonë, ata e qesin me po, kom pas problem se unë atë mikrogjetin për shembull vetë s'mun e bloj këtë kërtollë me këtë rrupë me mikrogjet, edhe është pak i shtirë për se ublet kanë mulin e zehen. Kem me muno me do filtre, me do gjana, po jam mërzit me te, kom tërnuat sistem, tash ton sistemin e kom pik kaj pik, pak ma i shtrejt është se për vjetë do të me vun të ri, por edhe montimi i ti është ma i kollajt se i kom veglet që atë dit që e me kërtollën, hapet edhe sistemin, njajtën punë e ban gjithë i dit. Unë që punoj i fije ma shumë, hajde me thënë, e kom ma kollaj, me ble atë sistem, sa ato pare me Allah punëtorve me i hap masa nejse, edhe më hupin kohë, edhe nuk është kollaj se era, kur i ven mrapan, pas e me kërtollën, si që ka fënë këto ditë kjo erë, i bërzije, i qëtë jashtë ati veni që i duhet kjo sistem më duk ma i kollajti edhe, jo marrë me ta, a i tash në teritorin e Malsis e kem pas risk, e kem uj, në gjdo vend vesh dikua është në 15 metra, dikua në 30, dikua afer liqenit në 78 metra, por uj kem boll, edhe ja ta na mundëson me prolua tanë verën.